katuni i vjetër më pëlqen shumë. Dhe më pëlqen dhe për një gjë, sepse njerëzit janë shumë punëtorë. Po më pëlqen për shembull se bazohen ke prodhimi i venas, për prodhimi i venas. Këtu është, du ta them një emër të një personi që të bën një gest shumë human në gjetjen e një portofoli mbaj mend atëherë dhe kam shkruajtur diçka kështu, pra shkruaj dorëzoj në polici, është shumë e rëndësishëm për njerëz të tillë që mendojnë në mënyrë humane dhe nuk mendojnë me zhvat. Ka tregtu edhe herë tjera në një vend pak më sipër ndu dhe pas ka bërë një vend këtu ku kemi djathë dhije. Në fakt duke biseduar me Altinin e Mrizit më thotë gjatë dhije, edhe kur ka shkuar në Tiranë, mes Tiranës, duke bërë ata si tip hamburgësh, pra hamburg Madein Shqipëria, edhe Madein fishta, mrizizanave, dhe aje kishte aty buk me gjatë dhije, pra aje. Është një mrekulli, ja ku është tu. Edhe shoh si ka, si ka shkuar, gjatë dhije. Dhe kur doni me marrë djathë dhije, hajde këtu, kjo në pjesa e bukur që ashtu e vogël, druri, pa shumë fantastike, ja kjo. Aty ka punë me sa duhet edhe verën, edhe mjaltë, duhet, po është një mrekulli. E çoj pak djathë. Çoj pak djathë këtu ja. Tani shiko si është djathë ja. Shihen msheri, ja. Prit ja. E mshere dhe hershme. Djathi gjatë dhije, po shihet djathë me napë. E bën vetë e zoja shtëpisë ose marrin bëjnë edhe fshatarët ja ku janë dy. Shisa buri bo, edhe estetikisht bukur. Është një gjë mrekullueshme, imagjinoj çfarë shije ka. Pra ne mbështetja në traditën tonë është gjë mrekullueshme dhe mbështetja në prodhimin vendas. Pra si këtu unë 15 vjetë, shisa buri. Aty poshtë është Marubi, tu kemi Marubin. Disa herë kam fol për zhvillimet e fshatave dhe zonave për të bërë atë turizmin autentik të zonave. Po ka shumë rëndësi për të ruajtur ekosistemin. Dy gjëra ka, të ruash ekosistemin dhe ta zhvillosh vendin. Jo ta lash në qetësi, mos zhvillosh asgjë e me radhë. Për shembull, katuni i vjetër, edhe ky proj që është këtu, kam folur shpesh herë për projnet për t'i ruajtur, po për t'i ruajtur dhe për zhvilluar vendin. Jo me ilan hajde ato kalu si ja do kalojnë në natyrë, po nuk zhvillohet fare. Katuni i vjetër ka dhënë një shembull të jashtëzakonshëm. Dhe katuni i vjetër duhet të pa me përparësi kombëtare, jo vetëm nga Mirdita. Ky vend meriton një rrugë shumë më të mirë. Unë e di që deri tek Marubi është bërë një projekt për ta rruga e zgjeruar, por meriton një rrugë të standardeve të larta ku të ketë edhe rrugë biçikletash me radhë. Pra nëse ka gjë në Mirdit që e meriton investimin publik, është pikërisht katuni i vjetër, i cili punoi në mënyrë harmonike. Sot kam pa disa vende që janë duke zgjeruar resorte turistike, më vonë do t'u sjell, pasi të punojnë, pasi t'i sjellin, i konfigurojnë këto me radhë. Dhe unë jam i bindur që katuni i vjetër do të bëhet emblem e zhvillimit turistik në gjithë Shqipërinë e Epërme.